Çmimi i karburanteve në vendin tonë është më i lartë nga të gjitha vendet fqinje. Aktualisht 1 litër naftë në Shqipëri tregtohet me 219 lekë, ndërsa në vendin fqinj të Maqedonisë së Veriut shitet me 152.6 lekë. Kjo ka bërë që në doganën e Bllatës në Dibër të ketë një dyndje të qytetarëve të cilët kalojnë matan kufirit për të furnizuar automjetet e tyre me naftë. Diferenca mes dy vendeve është më shumë me lartë, pasi në Dibër të Madhe qytetarët e blejnë rreth 70 lekë më pak 1 litër naftë. Drejtuesit e mjeteve shprehen se është turp për vendin tonë, pasi e gjithë nafta e Maqedonisë së Veriut kalon nga Shqipëria, ndërsa shitet më shtrenjtë në vendin tonë. Ata kërkojnë që shteti të reflektojë dhe të ndërhyjë, pasi një pjesë e shqiptarëve po investojnë të ardhurat e tyre drejt vendeve fqinje vetëm nga çmimi i lartë i karburanteve. Nafta është difícil, e njëjta gjë. Nafta vjen si në Durrës, vjen nga Durrësi në Tiranë për ne. Edhe këto e morrin nga Durrësi e bin këtu, edhe nafta është pothuajse gati 700 lekë për litër. S'bëhet ki vend më. Ky vend nuk bëhet. Është llogaritë dogon. Ke rreth rrotullimi më shlar sa makina e funit. Por no, ky është shteti jonë. Vetë ta marrë lekun Shqipëria e Maqedonia për naftën. Këta punizon me një vend. Vetëm për naftë vim nga ndevim këtu. Se skrimi nuk kemi mentar për kërkuni. S'ka kanë vin lekë, çka ka punojmë ne që të marrim naftë. Vetë ta marrim vend ton, ikim me marr Maqedoni. Është krimi i madh. Gjithë shqiptarët e Shqipërisë këtë për naftë Maqedonisë në sa më lirë vëllai. 700 lekë më lirë. Këtë produkt aty e morim. Këtu ka ne katastrofë vëllai. Gjithë çarkullimës këtë në për të mëdha. Për shembull, është ka periudhë 2120 lekë nafta. Ka Maqedoni 1500 lekë. Qish me bë, se Edi Rami ka fajësi. E njëjta situatë ka qenë edhe më parë në doganën e Bllatës, për shkak se edhe kur nuk ishte rritur çmimi i naftës nga lufta SBA-Iran, në shtetin fqinj të Maqedonisë së Veriut, karburanti shitej më shumë më lirë se në Shqipëri.